Në fakt, mbledhja e kuvendit u bë ditur se është drejt përfundimit dhe këtë e bëri të ditur shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës Besnik Tahiri, i cili doli para mediave dhe e dha një prononcim sigurisht. Ky tha se është diskutuar edhe çështja e ekspozitës dhe siç e bëri të ditur në konferencën e djeshme që e mbajti Aleanca për Armërinë Aleanca, pra u bë ditur që edhe sot u tha që pra ekspozita mbetet një dështim i qeverisë së Kosovës. Përveç kësaj, Besnik Tahiri u pyet nga gazetarët edhe për çështjen e presidentit dhe njëjti bëri me dije dhe tha që nuk do të ketë pra takime një me një si në kafe, pra nuk do të marrin pjesë nëse ofrohet, domethënë sigurisht ftesa për një takim një me një, pra ky i njëjti bëri me dije dhe tha që nuk do të marrin pjesë në takime të tilla dhe po ashtu fajin sigurisht që la për këtë punë edhe domethënë për çështjen e presidentit Albin Kurti, pra kryeministrit të Kosovës, për të cilin tha se i ka 66 vota për qeverinë, por nuk i ka për presidentin, kështu që ja pa ftharin. Pra kjo ishte deklarata e Besnik Tahirit për çështjen e presidentit, mirë po nëse ndalim dhe kthehemi tek mbledhja e kryesisë, kryesisht në mbledhjen e kryesisë janë gjithsej 14 pika të cilat do të diskutohen, pra 14 pika të rendit të ditës dhe të njëjtat kanë të bëjnë me shurtimin e projekt ligjeve, me marrëveshje ndërkombëtare pra për marrëveshjet për kredi, të cilat kanë të bëjnë për investimet në korporatën energjetike të Kosovës, po ashtu dhe investime në eficiencë që do të mundsonte, pra të gjitha investimet në eficiencë në ndërtesat publike do të ulnin konsumin e energjisë elektrike, si dhe ndërtimin e implantit për ujëra të zeza, e po ashtu edhe ndërtimin e rrugës me shpejtësi të lartë me Mitrovicën dhe Vushtrës, pra kjo do të mundsonte edhe pra lidhjen e Prishtinës me Mitrovicën dhe me Vushtrën. Përveç kësaj, pikat e rendit të ditës këtu janë edhe formimi i komisioneve ad hoc për përzgjedhjen e anëtarëve për komisionin e pavarur të mediave, po ashtu edhe për përzgjedhjen e anëtarëve për bordin e radio-televizionit të Kosovës. Pra të gjitha këto janë pikat të cilat janë duke u diskutuar në kryesinë e kuvendit, e që cilat janë miratuar dhe cilat kanë kaluar e cilat ju sigurisht që do të marrim vesh kur të dalin edhe shefat e grupeve parlamentare për të prononcuar para mediave pasi që